Detyrë numerike për energjinë kinetike. Sa e ka energjinë kinetike trupi me masë 7 kg nëse lëviz me shpejtësinë 4 metra për sekond. Të dhënat e detyrës janë: masa e barabartë me 7 kg, është dhënë shpejtësia prej 4 metra për sekond dhe kërkohet të gjejmë sa është energjia kinetike. Prandaj energjinë kinetike e shkruajmë pikpyetje që do ta gjejmë. Ju kujtohet kur shpjeguam njësi mësimore energjinë kinetike, gjetëm formulën e saj që shkruam 1/2 m herë v në katror, me masa dhe shpejtësia e kë energjia kinetike. Këtë formulë patëm vërtetuar, por do ta vërtetojmë edhe një herë. 1/2 nuk ka njësi, ndërkaq njësia masës është kilogrami. Njësia e shpejtësisë është metri për sekond, po shpejtësia është në katror, atëherë krejt njësia është në katror. Tani do të lirohemi prej kllapave, kilograme shkruajmë ashtu siç është, ndërkaq metër për sekond krejt në katror mund të shkruhet si metër herë metër thyë për sekond herë sekond, që mund të shkruhet edhe sekond katror. Kilogram herë metër për sekond katror është newton, herë metër, newton herë metër është joule. Vërtetuam se formula është mirë, prandaj do të bëjmë zëvendësimet. Shkruajmë edhe një herë formulën e energjisë kinetike ashtu siç e shkruam më lart. Pra energjia kinetike barabartë me 1/2 m herë v në katror, barazi 1/2, masa është 7 kg. Shkruajmë pra 7 kg herë shpejtësia është 4 metra për sekond. 4 metra për sekond, por krejt kjo është në katror. Tash edhe vlera e shpejtësisë do të jetë në katror. Barazi 1/2 e 7 kg, do më thonë këtu mes të 1/2 dhe 7 që të kemi herë, prap herë 400 në katror është 16, kurse metër në katror thy për sekond katror mund ta shkruaj metër herë metër thy për sekond herë sekond ose sekond në katror. Tash numrin 16 me numrin 2 mund ta thjeshtojmë sepse është 8 dhe shkruajmë 7 herë 16 me 2 kur është thjeshtu ka me 8, kilogram herë metër për sekond katror është newton herë metër, 7 herë 8, 56, newton herë metër joule. Pra, 56 joula ka energjinë kinetike trupi me masë 7 kg nëse ai lëviz me shpejtësinë 4 metra për sekond. Tani do të zgjidhim një detyrë tjetër po ashtu për energjinë kinetike, me që energji kinetike disponon njeriu me masë 70 kg, kur ai lëviz me shpejtësi 2 metra për sekond. Të dhënat në këtë detyrë janë: masa e njeriut është 70 kg, ndërkaq shpejtësia me të cilën lëviz ai supozojmë se është 2 metra për sekond, dhe në atë moment kur ka rrit shpejtësinë 2 metra për sekond, ne kërkojmë energjinë kinetike, të cilën po ashtu si në rastin e parë dhe në të gjitha rastet kur kërkohet një madhësi fizike, shkruhet pikpyetje. Të dhënat: masa është dhënë në kilogram, është njësi ndërkombëtare, dhe shpejtësia është dhënë metra për sekond, që është po ashtu njësi ndërkombëtare, prandaj do të gjejmë energjinë kinetike. Për të gjetë energjinë kinetike në detyrën paraprake, pamë se formula e saj është 1/2 m herë v në katror, të
të cilën formul edhe e vërtetuam, prandaj nuk kemi nevojë që sërish atë ta vërtetojmë, nga se kemi të vërtetuar këtu dhe me qenë se formula është e shkruar mirë, atëhere ta do ta përdorim. Këtu do të vazhdojmë drejt për së drejti, pa pas nevojë që ta shkruajmë edhe një herë. Shkruajmë 1/2, ashtu siç është këtu. Masën e marrëm 70 kg, pra shkruajmë here 70 kg, njësia gjithsesi do të jetë, here shpejtësia është 2 metër për sekond, krejt kjo në katror, nga se shpejtësia është në katror. Barazime, shkruajmë edhe një herë 1/2, here 70 kg, e përshkruajmë, here do të ngritem në katror, 2 herë 2 është 4, metrin katror, që mund të shkruhet metër herë metër, ndërkaq sekondin e katror mund të shkruhet sekond herë sekond, ose drejt për së drejti të shkruhet sekond e katror. Këtu shohim tani se mund të thjeshtojmë 400 me 2 dhe do të kemi 70 here 4 pjesëtu me 2, 2 kilogram herë metër për sekond katror newton, here metër, 70 here 2 është 140, newton herë metër është joule. Pra në qoftë se njeriu me masë 70 kg lëviz me shpejtësi 2 metra për sekond, atëherë ai disponon me energji kinetike prej 140 joulave. Detyra numerike. Shpejtësia e një trupi është 5 metra për sekond. Sa është masa e tij nëse ka energji kinetike 200 joula? Të dhënat. Shohim se shpejtësia është dhënë prej 5 metra për sekond, prandaj do ta shkruajmë shpejtësia e barabartë me 5 metra për sekond. Gjithashtu është dhënë edhe energjia kinetike prej 200 joulave, të cilën do ta shkruajmë të dhënat energjia kinetike e barabartë me 200 joula. Kërkohet të gjejmë masën e atij trupi. Pra masa e trupit është duke u kërkuar, prandaj shkruajmë masa barabartë pikë pyetje. Para se të fillojmë me gjetjen e formulës së masës, do të shiqojmë të dhënat. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, ashtu edhe është dhënë në metra për sekond. Njësia ndërkombëtare e energjisë kinetike është jouli, dhe në joule na është dhënë energjia kinetike. Prandaj, me qenë se të dhënat janë në njësi ndërkombëtare, atëherë ne do të gjejmë formulën e masës. Për të gjetur formulën e masës, ne do të nisemi nga formula e energjisë kinetike, ku kemi thënë se ajo është e barabartë me 1/2 e masës dhe katrorit të shpejtësisë. Këtë formulë kemi vërtetuar dhe njësia ndërkombëtare e saj duhet të del joule, gjë të cilën do ta provojmë edhe një herë. 1/2 nuk ka njësi sepse është numër. Njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, shpejtësia është në katror, atëherë edhe njësia duhet të jetë në katror, kështu që kjo duhet të vendoset në klapa dhe të qitet në katror. Do të vazhdojmë. Kilogram here, lirohemi prej katrorit, kjo mund të shkruhet metrin e katror si metër herë metër, dhe katrorit gjithashtu vlen edhe për sekond, që sekond herë sekond është sekond në katror. Kilogram herë metër për sekond katror është newton, herë metër, newton herë metër është joule. Formula është mirë, prandaj nga kjo formulë do të nisemi për të gjetë formulën e masës. Matematikisht këtë formulën 1/2 m herë v në katror mund ta shkruajmë edhe si m herë v në katror thyë për 2.
Pranë këtu kemi të gjejmë formulën e masës, ku na pengon fysa dhe emëruesi 2, na pengon edhe shpejtësia në 4 orë, të cilat do t'i largojmë. Së pari do të shfrytëzojmë me numrin 2 për të larguar emëruesin 2. Të dy anë të barazimit pra shfrytëzohen me 2 dhe formula e energjisë kinetike që është masa herë shpejtësia në 4 orë fy për 2 duhet të shfrytëzohen me numrin 2 edhe në anën e djathtë të barazimit edhe në anën e majtë. Pra shfrytëzojmë herë 2 dhe në anën tjetër po ashtu shfrytëzojmë herë 2. Këtu tash dyshin me dysh e thjeshtojmë, për nga themi rrjedh, ka mbet më herë v në 4 orë e barabart me 2 herë energjia kinetike. Tani do të largojmë shpejtësinë në 4 orë, kjo shfrytëzohet, ne të dy anë të barazimit do t'i pjestojmë me v në 4 orë, pjestimin e zëvendëson fysa, prandaj formula më herë v në 4 orë e barabart me 2ek do të pjestohet me në të dy anët do të pjestojmë me v në 4 orë, fy për v në 4 orë dhe në anën tjetër po ashtu fy për v në 4 orë. Tani v në 4 orë me v në 4 orë thjeshtohen, rrjedh ka mbet masa e barabart me vijën fysore 2 energji kinetike fy për shpejtësia në 4 orë. Tu mund të shkruajmë herë, po nuk kuptohet se në mes së dyshit dhe energjisë kinetike është shëmzimi. Pra gjetëm formulën e masës, të cilën duhet ta vërtetojmë dhe njësia duhet të del kilogram. Numri 2 nuk ka njësi, energjia kinetike ka njësin joule, shpejtësia ka njësin metër për sekond, por me qenë se shpejtësia është në 4 orë, atëherë edhe njësia është në 4 orë, joulin mund ta shkruajmë si newton herë metër, ndërkaq këtu kur të lirohemi prej 4 orët dhe klapave mund të shkruajmë si metër fy për sekond herë metër fy për sekond. Vazhdojmë. Newtonin mund ta shkruajmë si kilogram herë metër për sekond 4 orë, ndërkaq metër me metër mund ta thjeshtojmë. Këtu mbetet metër fy për sekond herë sekond 4 orë. Pra mbetet metër fy për sekond herë sekond në 4 orë. Sekond 4 orë me sekond 4 orë thjeshtohet dhe mbetet kilogram, që është njësia ndërkombëtare e masës. Formula qenë ka mirë, prandaj këtë formulë do ta përdorim. Masa barabart me 2 herë energjia kinetike fy për shpejtësia në 4 orë. Do të bëjmë zëvendësime tash, me qenë se formulën e vërtetuam, 2 herë energjia kinetike të të dhënat gjetëm se është 200 joule, prandaj do të shkruajmë herë 200 joule, ndërkaq shpejtësia ishte 5 metra për sekond. Shpejtësia pra është 5 metra për sekond, do të shkruajmë, por shpejtësia është në 4 orë, atëherë 5 metër për sekond do të ngritet në 4 orë. 2 herë 200 është 400, joulin ta mund të shkruajmë si newton herë metër, e zgjatëm me vijën fysore, 500 e ngritëm në 4 orë, është 25, ndërkaq metër fy për sekond herë metër fy për sekond. Barazi, pra do të pjestojmë 400 me 25 që është 16, metri me metër ashtu si sta më lartë thjeshtohet, newtoni mund të shndërrohet në kilogram herë metër fy për sekond në 4 orë, këtu poshtë kemi metër pas thjeshtimit sekond herë sekond 4 orë, metër për sekond 4 orë me metër për sekond 4 orë thjeshtohet dhe përshkruajmë 16 dhe njësin kilogram. Kështu që trupi pas ka pas masën 16 kilogram. Do të zgjedhëm edhe një detyrë numerike
sa është masa e trupit I cili lëviz me shpejtësinë 3 metra për sekond dhe ka energji kinetike 9 gjaula. Shpejtësia është dhënë 3 metra për sekond, ndërkaq energjia kinetike është 9 gjaula. Kërkohet të gjejmë masën e trupit. Patëm një detyrë paraprake të ngjashme me këtë, prandaj njësia ndërkombëtare e shpejtësisë thamë është metri për sekond, ashtu është dhënë energjia kinetike gjaul dhe po ashtu është dhënë gjaul. Energjia kinetike është e barabartë me masën herë shpejtësinë katror fyer për d. Ne këtu do të gjejmë formulën e masës. Për gjetë formulën e masës na pengon dyshe që pjesëtohet dhe shpejtësia në katror që shëmzohet. Prandaj këtë formulë mund ta shëmzojmë me d e ta pjesëtojmë me v në katror. Që do të thotë se veprojmë me të kundërtën e atyre që na pengojnë. Dhe formula energjia kinetike që është e barabartë me masën herë shpejtësinë në katror fyer për d, në të dy anët e barazimit do të shëmzojmë me d fyer për v në katror, po ashtu edhe në anën tjetër d fyer për v në katror. Dyshe me d thjeshtohet, v në katror me v në katror thjeshtohet dhe rrjedh masa e barabartë me këtë mund ta shkruajmë si 2 energji kinetike fyer për v në katror. Kjo është formula me të cilën e përcaktojmë masën dhe tani do të zavendësojmë nga kjo formulë, pra masa e barabartë me 2 energji kinetike fyer për v në katror do të jetë 2 herë energjia kinetike ishte 9 gjaula, pra shkruajmë 9 gjaula, ndërkaq që shpejtësia ishte 3 metra për sekond. 3 metra për sekond, por shpejtësia është në katror, atëherë krejt kjo do të vendoset në katror. 2 herë 9 është 18. Gjaulin mund ta shkruajmë si newton herë metër. Shpejtësia që është në katror, tash do të ngritem në katror, 3 në katror është 9, kurse njësia metër fyer për sekond do të shëmzohet me vetveten metër fyer për sekond herë metër për sekond. Metri me metër thjeshtohet, 18 fyer për 9 është 2. Newtoni mund të shkruhet si kilogram herë metër fyer për sekond në katror, fyer për metër fyer për sekond herë sekond në katror. Metër për sekond katror me metër për sekond katror thjeshtohet edhe mbetet 2 kilogram, që kilogrami është njësi ndërkombëtare e masës dhe njëkohësisht vërtetuam dhe zavendësuam formulën, prandaj në tekstin e detyrës që kërkohet masa e trupit për një trup I cili lëviz me shpejtësi 3 metra për sekond dhe ka energjinë kinetike 9 gjaula është 2 kilogram. Detyrë numerike. Po zgjedhëm edhe një detyrë tjetër nga libri detyra të zgjidhura nga fizika. Kjo është detyra me radhë e 183, të cilën detyrë mund ta gjeni në faqe 35. Teksti I detyrës është kështu: trupi me masë 100 kg bën lëvizje të njëtrajshme drejt vizore, me që rast arrin energjinë kinetike prej 20 kJ. Sa e ka pasur shpejtësinë në atë rast ai trup? Zgjidhje të dhënat. Të dhënat do t'i nxjerrim nga teksti I detyrës. Kthehemi edhe një herë. Trupi me masë 100 kg, do të thotë është dhënë masa 100 kg. Dhe e shkruajmë. Vazhdon teksti. Bën lëvizje të njëtrajshme drejt vizore, me që rast arrin energjinë kinetike prej 20 kJ. Pra është dhënë edhe energjia kinetike prej 20 kJ. Sa e ka pasur shpejtësinë
në atë rast trupi kërkohet të gjendet shpejtësia. Pra shpejtësia është pikpyetje. Këto janë të dhënat e detyrës. Është dhënë masa dhe energjia kinetike, e kërkohet shpejtësia. Së do t'i kontrollojmë të dhënat. Njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, kilogram është dhënë masa. Njësia ndërkombëtare e energjisë kinetike është gjauli, por energjia kinetike është dhënë në kilojoule. Kështu që kilojaulat do t'i kthejmë në gjaula. Me njëherë e bëjmë këtë punë, shkruajmë numrin 20, kilo do të thot 1000, e shumëzojmë me numrin 1000 dhe gjaul shkruajmë gjaul. 20 herë 1 është 20, edhe 3 zero të numrit 1000 i përshkruajmë dhe rezultati do të jetë 20.000 gjaula. Tani do të gjejmë formulën me të cilën e llogarisëm shpejtësinë kur dim energjinë kinetike dhe masa. Do të nismi nga formula e energjisë kinetike, të cilën tashmë disa herë e kemi sqaruar dhe kemi zgjidhur detyra për të, është 1/2 m herë v në katror, edhe një herë po e vërtetojmë, 1/2 nuk ka njësi, njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, shpejtësia në katror, atëherë edhe njësia është në katror, kilogram herë do të lirohemi nga katrori, kjo është metër thye për sekond, herë metër thye për sekond. Këtë matematikisht mund të rregullojmë pak më ndryshe, mund të shkruajmë si metër herë metër, ndërka sekond herë sekond mund të shkruajmë edhe sekond katror. Barazi, kilogram herë metër për sekond katror është newton, herë metër, newton herë metër është gjaul, që njësia ndërkombëtare e energjisë kinetike është gjauli. Kjo formulë është mirë e vërtetuam, por nga kjo formulë duhet të gjejmë shpejtësinë. Këtë formulë mund ta shkruajmë edhe në një traj tjetër, m herë v në katror thye për 2, ku duhet të gjejmë formulën e shpejtësisë. Kujdes tu. Për gjetë formulën e shpejtësisë ta pengon emrusi 2, na pengon masa dhe katrori i shpejtësisë. Prandaj do t'i hekim të gjitha nga ana ku gjendet shpejtësia. Që t'i largojmë këto, ato që na pengojnë veprojmë të kundërtën e tyre. Numri 2 këtu pjeston, ne veprojmë të kundërtën, shumëzojmë. Krejt këtë formulë, pra do ta shumëzojmë me 2. Kështu që kemi formula EK e barabartë me m herë v në katror thye për 2, shumëzojmë herë 2, edhe në anën tjetër herë 2. Në këtë rast, dyshi me dësh thjeshtohet, prej këto rrjedh se m herë v në katror është e barabartë me 2ek. Në mes dyshit dhe energjisë është herë që mund edhe mos të shkruajmë. Tani do të largojmë masën nga ana ku gjendet shpejtësia, masa shumëzon, ne do të pjestojmë. Tani formula m herë v në katror duhet të pjestohet me m. Pjestimin e zaventson thysa, pjestu për m, barazi me, nalt kemi 2ek. Tani shohim se masa me masa mund të thjeshtohet, dhe themi rrjedh shpejtësia në katror është e barabartë me 2ek thye për m. Tani kam mbet vetëm katrori të hiqet nga shpejtësia, pra lirohemi prej katrorit, e kundërta e katrorit është rënja katrore. Kështu, krejt këtë formulë do ta shumëzojmë me rënjen katrore. Pra kemi v në katror, rënja katrore, barazi me rënjen katrore, kemi në raj 2 herë energjia kinetike thye për masën. Rënja katrore me katror thjeshtohet, dhe themi rrjedh, v e barabartë me rënjen katrore 2ek thye për m. Kjo formula e shpejtësisë. Para se ta përdorim, do ta vërtetojmë. Njësia ndërkombëtare do të del metër për sekond, sepse këto është formula e shpejtësisë. Rënjen katrore, vit thesore i shkruajmë.
Numri 2 nuk ka njësi, energjia kinetike ka njësin Joule, ndërkaq masa ka njësin kilogram. Vazhdojmë, rënja katrore, Joulin mund ta shkruajmë edhe si Newton herë metër, kurse kilogramin e përshkruajmë. Vazhdojmë edhe me tutje, duke i zbërthyer njësitë. Newtonin mund ta shkruajmë si kilogram herë metër thyë për sekond në 4 orë, herë metër, aty ku është, e përshkruajmë, poshtë kilogramin gjithashtu e përshkruajmë. Kilogram me kilogram thjeshtojmë, dhe këtu poshtë ka mbetë numri 1. Metër thyë për sekond 4 orë herë metër thyë për 1 është metër për sekond 4 orë herë metër, rënja katrore, vija thesore. Këto mund ta shkruajmë si metër herë metër, metër 4 orë, thyë për sekond 4 orë. Meqenëse se edhe numrusin edhe mrusin kemi në 4 orë, atëherë mund të shkruajmë metër thyë për sekond, krejt kjo në 4 orë, sepse 4 orë i vlen edhe për metër edhe për sekond. 4 orë me raj thjeshtohet dhe mbetet metër për sekond. Dhe vërtetuam se formula është mirë. Tani këtë formulë, të cilën e gjetëm dhe vërtetuam, shpejtësia e barabartë me 2 herë energji kinetike thyë për masën, do ta përdorim, dhe kur të kthehemi te të dhënat, dyshin këtë përshkruajmë, energjia kinetike, shohim, ishte 20.000 gjaula, shkruajmë 20.000 gjaula, e zgjatim rrajnë katrore, masa e trupit ishte 100 kg. Masa e trupit është 100 kg, shkruajmë. Për lehtësim, me njëherë 2 zero me 2 zero mund të thjeshtojmë, rënja katrore, vija thesore, 2 herë 200 është 400, thyë për 1, gjaul thyë për kilogram, zgjatëm vijë thesore, gjaulin mund ta shkruajmë si Newton herë metër, thyë për kilogram, dhe kur gjejmë rënien katrore të numrit 400, delse është numri 20, Newton herë metër thyë për kilogram, për të mos vazhduar me tutje, Newton herë metër thyë për kilogram, krejt në fund, pom, ose kemi para vete si del metër për sekond, prandaj shpejtësia me të cilën do të lëviz trupi me mas 100 kg, nëse ka energji kinetike prej 20 kJ që ka 20 metra për sekond. Detyra numerike, po ashtu do të marrim një detyrë të librit Detyra të zgjidhura nga fizika, është detyra 184, të cilën mund ta gjeni në faqe 35 të këtij libri. Ndërkaq që teksti i detyrës është me shpejtësi duhet të lëviz trupi me masë 40 kg që të ketë energji kinetike prej 2 kJ. Zgjidhje të dhënat. Të dhënat e kësaj detyre janë masa 40 kg apo 40 kg. Energjia kinetike është 2 kJ. Kërkohet shpejtësia. Zgjidhjen e kësaj detyre e gjeni në faqe 108 të librit Detyra të zgjidhura nga fizika. Do t'i kontrollojmë të dhënat. Njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami dhe në kilogram na është dhënë masa. Energjia kinetike ka njësinë gjaul, këto është dhënë në kilogjaula, prandaj kilogjaula do t'i kthejmë në gjaula. Kilo do të thotë 1000, kilogjaula t'i kthejmë 2 herë 1000 janë 2000 gjaula. Nga formula energjisë kinetike, që është masa herë shpejtësia në 4 orë thyë për 2, do të gjejmë formulën e shpejtësisë. Që ta gjejmë formulën e shpejtësisë, na pengon masa dhe na pengon emrusi 2 dhe 4 orë.
këtë mund të largohemi prej tyre duke shumëzuar me d dhe pjesëtuar me m. Kështu që formula e energjisë kinetike m herë v në katror fyë për d mund të shumëzohet në të dy anët me 2 fyë për m dhe në anën tjetër gjithashtu 2 fyë për m. Në këtë rast shohim se dyshi me dysh mund të thjeshtohet, sikurse edhe masa me masën mund të thjeshtohet. Nga kjo rrjedh, shpejtësia në katror e barabartë me 2 herë energjia kinetike fyë për masën. Tani do të lirohemi nga katrori, duke shumëzuar me rrojnë katrore dhe kemi rrënja katrore e shpejtësisë në katror e barabartë me rrënjën katrore 2 energji kinetike fyë për masën. Rrënja katrore me katrore thjeshtohet, prej këtu i themi rrjedh, shpejtësia e barabartë me rrënjën katrore e 2 energji kinetike fyë për masën. Kur të vërtetohet kjo formul, njësia dohet të del metër për sekond. Ne një koksisht edhe do ta vërtetojmë edhe do të bëjmë zavendësimet. Prandaj, shpejtësia barabartë me rrënjën katrore 2 herë energjia kinetike të të dhënat ishte 2 kJ që e kthyem në gjaula ishte 2000 gjaula. Prandaj shkruajmë këtu 2000 gjaula, ndërkaq masa e trupit është 40 kg. Shkruajmë 40 kg barabartë rrënja katrore, vija thesore dhe një zero me njëherë mund ta thjeshtojmë, 2 herë 200 është 400, fyë për 4. Tash do të kemi kujdes me njësitë sepse do të arrijmë te njësia metër për sekond. Gjaulin mund ta shkruajmë si newton herë metër fyë për kilogram. 400 fyë për 4 është 100. Newtonin mund ta shkruajmë si kilogram herë metër fyë për sekond katror herë metër, vija thesore, rrënja katrore zgjatën, fyë për kilogram, kilogram me kilogram thjeshtohet, mbetemi edhe një herë rrënja katrore e numrit 100, zgjatën vija thesore. Këtu mund të shkruajmë metër fyë për sekond, krejt në katror, sepse metër herë metër është metër katror, dhe sekondin katror është sekond krejt katror. Tani gjejmë rrënja katrore numrit 100 është 10, ndërkaq katrori me rrënjë katrore thjeshtohet edhe mbetet metër për sekond. Pra zgjidhja e tyres është 10 metra për sekond, do të ketë trupi shpejtësinë e lëvizjes në rastin kur energjinë kinetike e ka 2 kJ dhe masën 40 kg. Kjo ishte pra zgjidhja e kësaj detyre, të cilën ju mund ta gjeni në librin e detyrave të zgjidhura nga fizika, ku po ashtu mund të gjeni aty edhe plot detyra të tjera për energjinë kinetike, potenciale dhe të njësive mësimore tjera të cilat ju i keni mësuar.